Të nderuar shikues, mirë mbrëma, jemi në emisionin numër 71 të podcastit tonë. Do të jemi sonde me një figurë të njohur të futbollit shkodran dhe shqiptar të viteve të fundit, aktualisht trajner pranë Akademisë Vllaznia, ish futbollistin Ndriçim Shtupina. Shtupina, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Dashur kalojnë shumë vite dhe besoj që janë bërë një kohë gjatë që jeni pranë këtij sporti dhe mendoj që tashmë keni edhe kujtime të bukura. Po, besoj që ka kujtime të bukura dhe kur e kthej kryt mrapa shoh vitet e kalume, ka edhe gjëra të mira, ka edhe gjëra që jam bë pak pishman, por gjithsesi në futboll janë një. Kush ishte trajneri juaj i parë? Trajneri jam i parë dhe nuk e harroj kur është Mendu Dedja, i cili ai nuk jeton më, por ishte një njerëz që me vlera të mëdha, një përsër që s'harrohet, nuk harrohet sepse ishte një profesor tamam në fushë edhe jashtë fushës që më ka dhënë shumë këshilla. Duket se keni atë nostalgjinë si mësuesin e klasës parë, që nuk harrohet lehtë, edhe ju për trajnerin e parë duket që runi njëjtat kujtime. Nuk e harroj sepse kam filluar thash 9 vjeç e pak edhe deri në moshën 19 vjeç kam pas njëjtin trajner. S'kam rrosur një trajner edhe nuk mundem me harru sepse më ka trajtu mirë, më ka stërvit mirë, më ka dhënë këshilla, jam kënë kapiten qysh i vogël edhe kam pas marrëdhënie shumë të mira me të. Cilat ishin veçoritë kryesore të Mendu Dedjes si trajner? Një njeri i kulturum, asnjë fjalë ofenduese, asnjë fjalë të rëndë, gjithmonë i kulturum, i butë, me ato kushte që i kishim na me shumë pak topa, bazë materiale hiç, stërvitje në llaç, ai vazhdote me ato fjalë të mira dhe motivues gjithmonë. Dhe ishte njëjta sjellje me gjithë futbollistët për Mendu Dedjen? Po, nuk i trajtohet ndryshe gjithë. Nuk i trajtohet ndryshe gjithë, gjithmonë pozitiv me tanë, edhe me prind që vishin aty ishte gjithmonë pozitiv. Tash unë e kuptoj se si ka qenë ai njeri sepse të merresh edhe me prind, edhe me futbollistat vegjël është diçka që është shumë e vështirë. Thatë e keni nisur në vitin 97, një vit të vështirë, por pasioni për futbollin i sfidoi edhe vështirësitë, besoj. Po, në qysh ditën e parë që jam regjistruar dhe deri në momentin që e kam lënë futbollin, rrallë në herë kam mungur stërvitje, oj në dëmtim, oj në smunja, një gjë, gjithmonë stërvitje. Rrallë kam mungur edhe më ka hi shumë qef, kam ardhi vogël, kam pa stadiumin plot, pa më pa Vllaznin, edhe kam folë edhe me vedi, a thu do bëhem i ditë që të lësë në fush me gjithë të tifoza, me 20.000 vetë stadium. Tek ekipi parë, kur regjistruat me Mendu Dedjen trajner, ka ndonjë sportist me të cilin keni ecur gjatë për vite me radhë në futboll? Kam disa emra që më kanë ndihmu, brezat vjetër, siç është për mua, që kam shumë shok, është Mirgrima, Sinani, Osja, Lici, Doçi, janë këta shkodran që mua më kanë lënë dorën, por janë këna disa jabanxhi që prapë më kanë ndihmu, jam shumë falenderues, Bejzade, Dabulla, Dalipi, Shkëmbi, gjithmonë kanë folë mirë të presidenti për mua sepse kam pas vështirësi me hinë ekip parë. Tek stërvitjet e para, për çfarë shquhet Shtupina? Sepse thatë që keni qenë në fillim kapiten. Keni treguar personalitet në fushë, çka ka bërë që trajneri të besonte shiritin? Tash e kuptoj natyrën time, adin se s'kam arrit ndoshta shumë vite me kuptu vetin shok. Gjithmonë, as me trajnerin, as me shok, jam mundu me imlell gjithmonë me qeshën, me humor. Edhe kam qenë shumë kërkues në stërvitje, nuk kam toleruar asnjë stërvitje, kam qenë shumë i rregullt në stërvitje. Ishte vështirë të shkoje në stërvitje në vitin 97 kur kudo dëgjoje zhurma plumbësh apo shpërthimesh dhe pasioni fëmijëve ju shoqëroi për të luajtur futboll? E vështirë, ne kena marrë këshilla edhe prej prindve, din me pas kujdes, por ishte diçka se kishim dorë ne se bishin plumat kudo nëpër tokë. Edhe pranaj thashi sa e shkoshin në shtëpi, nuk na pyetshin si lujt, si shkut, a pa problem, por ishte problemi i plumave. E kam kaluar situatë dhe kam vazhduar mësej shumë vite i angazhuar me futbollin edhe sakrifica, dëmtime të shumë të rënda që ndoshta janë ty jam mënuar dhe jam matë edhe me lënë futbollin. Në çfarë momentesh? Ka qenë momenti moshën 18 vjeç kur unë kam thy shpatullën edhe majti shumë muj me alqi, u do të më rikthy shumë avash me bas stërvitje, edhe babim kishte vdek disa vite më përpara, edhe u bana gati me ikë në Angli. U bana gati me ikë në Angli, për pak minuta u nisën në Angli, por mami më thiri që mos shka se s'kena nevojë me ikë, edhe vllani kisha të vogël, u ktheva në shtëpi dhe herë prap stërvitje ditë për ditë. Dhe u pendove sot? Mendon që do të kishe bërë më mirë të kishe shkuar në Angli apo që zgjodhe futbollin?
Jo, jam më i vlerësuar tash edhe më i qetë që s'kam shku sepse nuk i dihet si do kishte marrë jeta. Kur je vetëm larg familjes, nosha kisha lënë futbollin, kisha filluar në rrugë që s'është e mirë dhe kështu që afër familjes, afër njerëzve të mi, kam vazhdu futbollin dhe më ka dalë pozitiv shumë. Ky ishte njëri nga momentet më të vështira. Momenti tjetër i dytë, që thatë 2 momente? Kur ka vdek babi, isha i vogël, 16 vjeç, u do të me i përballu gjanat vetëm, me shku stërvitje vetëm, shkollë, vllane vogël, mam ishte pa punë, kam vazhdu gjithmonë vetëm stërvitje për me arrit diçka. Por jam detyruar në fund për me lënë shkollën. Vit 2 gjimnaze kam lënë shkollën. Që do thot? Sakrificë për futbollin. Sakrificë ishte pa mujtën me i bë të dyja, thash edhe dëmtime, shkollë, orare, vetëm për i ngolem me shku në shkollë, ishte pak sakrificë. Dhe ndryshim shtëpinë ka bërë vetëm 2 vite gjimnaz dhe pastaj nuk ka bërë më shkollë. Po, e kam vazhdu shkollën me kohë shkurtume, si ishte koha atëherë, kam marrë shkollën, por gjithsesi i nështë e mi pendum që e kam lënë, por fundit ishin kushtet edhe jeta më sjellë më shumë ka futbolli. Ju përmendet babain tuaj të ndjerin që prej vitesh nuk jeton, por besoj që sakrificat i ka qenë jashtëzakonshme, sepse pasioni për të parë të birin futbollist ka bërë që të ndërtojë edhe një fushë futbolli. Po, gjithmonë ëndrat i ka kanë qenë të banë futbollist, edhe në bashkëpunim me Ftar Çelën, i cili nuk jeton i ndjeri edhe ai, bënë një fushë bashkë atje në Shtoj, me bashkëpunim bëmë edhe një lokal për me punu atje. Edhe vite vllazni janë stërvitje, unë isha i gatshëm gjithmonë të quuj futbollistave, të i nej gati si fëmijë i vogël që isha atëherë, edhe i shifsha të bëj stërvitje, por më ka marrë gjithkund mrapa, gjithkund më ka marrë mas vetit stërvitje, neshje në stadium, neshje jashtë rrethit, bashkë me përsër me nduhin, ka nesh të nditën bashkë. Dhe si fëmijë i vogël kur e çoje uj futbollistëve të vllaznis, cili ishte ai që i bënte më shumë për vete? I shifsha çuditshëm, them drejtën, i shifsha çuditshëm se unë isha shumë i vogël edhe me trup, edhe me muskuj, kështu isha shumë i vogël fëmijë, kreti i vogël edhe i shifsha çuditshëm edhe mendoja me vete që ndoshta nuk do arri si losin këta me luajtë unë. Por gradualisht u zhvillu të bë stërvitje dhe të besu çdo gjë mundesh me arrit. Kishe ndonjëri si idhull që shikoje stërvitje dhe mendoje që a mund bëhem unë si ky futbollist? Them drejtën, nuk kam pas idhull personal kështu me emra, por ideja jem edhe qëllimi jem ka qenë që me lujt me fanelen e vllaznis me një stadium të mbushur plot. Ajo ishte diçka që e ndorosha për ditë edhe me veti kam folë shumë herë që a thu do bëhem me lujt me 20.000 vend stadium, me një fanel të vllaznis. Shtupina, lindet një familje sportdarse, me babain shumë tifoz, si thatë. Ju ndihmojt hyn në futboll, u bë një fushë futbolli. Si e përjetuat ndarjen nga jetat e tij? E thatë në moshë shumë të re. Vetëm 16 vjeç keni qenë kur është ndarë nga jeta. Është e vështirë, diçka që të vjen pa prit. Edhe mendon që do të bësh sakrifica për familjen, për punën, do të më përballu vetëm, a do të më shku me fol me njerëz vetëm, me trajnera vetëm, pavarësisht se mua më kanë ndihmu vëllezërit e tjerë, axhat e gjithë, po prapse nuk dishin shumë rreth futbollit. Ma dasht me bë sakrifica vetëm me lëviz në për shumë ekipe, me bë 2 herë stërvitje, kam shku në Livade vetëm, kam bë stërvitje, kam shku prapë te stërvitja e ekipit edhe shqyr Zotit, adin jam bë edhe atë që kam arritur për veti jam në rregull me veten. Për shumë vite më pas, dedikime golave, festet e keni bërë edhe duke ngritur fanelën e vllaznis dhe poshtë sa ishte një fanel tjetër, ajo ku ishte fotoja babait tuaj. Po, një shenjë që nuk musha me harru, adin edhe që me bë, kam bë një fanel, kam shku, kam të bë të një studio fotografijet, për me vu foton e babit, edhe kam mojtë për shumë vite vesh poshtë fanelës. Gjithçka ke arritur në karrierë, ja të tekon pikërisht atij? Besoj se po, sepse ishte i vetmi person që ndoshta edhe s'kam fjet për me bë mu futbollist edhe ka bërë sakrifica familjare për mu bë futbollist edhe besoj që çdo gjë do të më shku për te, sepse është i vetmi person që më ka marrë afër gjithmonë. Cila është sakrifica më e madhe që ka bërë për ju? Sakrifica, ai ka bërë shumë sakrifica. Ndoshta në atë kohë njerëzit kishin probleme ekonomike, gjëra, unë ka bler edhe makinë me shku stërvitje, motorra me ikë stërvitje për mos me ikë në kam, edhe sakrificat mëja. Çdo mus më ka munguar gjatë derisa ka ne gjë. Masanej kanë filluar pak problemet, por jo deri në atë gradë sa më thonë që jena shumë fukara, kena qenë të mesëm.
Ishte vështirë për Shtupinën të bëjë edhe krye familjar 16 vjeç? Shumë e vështirë, shumë e vështirë. Shumë vetë më kanë thënë që lene futbollin se duhet me punu, duhet me bë sakrifica për familjen, po ata nuk e kuptoshin që me futboll mund më u bë shumë më rehat sepse me gjetë një punë tjetër. Mendoj që ja kam arrit, familjen e kam kriju, kam majt mamin, vllai, njerëzit e mi, i kam majt afër dhe jena një familje e madhe tash. Luhet gradualisht me të gjitha ekipet e moshave për të ngritur 18 vjeç pastaj, me ëndrrën për të veshur fanellën e vllaznisë. Por kuptohet ato yjet që dikur i shikojën stërvitje ishte vështirë për të çarë tek ekipi i parë. Shumë e vështirë. Kam një histori për se si kam ardhur te vllaznia, për sër menduhi kishte fol me dikën që më shku më bë provë 2-3 elementa të U19 të menduhi, 2-3 të Ismet Horsh, 2-3 ishin disa ekipe U19 Shkodër, edhe u grumulluan në shtoj me bën një neshje kontrollit bashkë me ekipin e parë. Edhe aty u do të me dhënë maksimumin që me tregu diçka, por e kisha shumë vështirë me çallë, me disa triblime me shpejtësi, rasht në sy të trajneri edhe qysh ditën e parë kam spikat, por ishe i vogël me trup edhe me muskëj. Dhe kjo ndoshta njerëzit i pengoj me marr qysh ditën e parë. Kush ishte në trajnerat për ju? Kina pas Shulzen, masaj ka ardhur dhe Mireliosa në 2006. 2006. Dhe duke qenë se hapësirat tek vllaznia ishin të vogla, shkua tek Ada fillimisht. Po, kam ne disa stërvitje të ekipi parë, ata ishin me dyshje për me majt apo sepse ishin me ekip shumë mirë për kampion. Edhe kam bërë kontratë, masaj më kanë qumë vazim të Velipoja, të Ada. Edhe atje kujtimet bukura, sepse mbaj mend që disa futbollistët që me vonë bën emër tek vllaznia, fillimisht kanë lutur tek Ada. Po, ishte pozitive për ne. Unë nuk e disha, nuk e kuptosha se si është si të shkoj një lujt në kategori tjetër, por kam shku i përqendruar gjithmonë me dëshirë me pas stërvitje me lujt edhe më ka dalë mirë që kam lujt atje. Në kohën kur keni qenë ju, besoj që kanë qenë edhe Alcid Tafili, Valdano Nimani, Klodian Semina, Fatjan Hasani, po ishin dy binjak Kaloshi, ishin ekip i mirë, Dhe një nga ekipet pretendent kategorisë parë për të ngjitur në Super League, apo të kategorisë dytë për të ngjitur kategorinë e parë. Po ishin vend dytë tankohen, vend parë, vend dytë, vend tretë pretendent gjithmonë, por në janar, kur erdhi janari ikën disa lojtarë, 3 vetë ikën në Korç, disa tjerë ikën për ekipe tjera dhe nuk ka realizuar për Monit Ada. Pra tek Ada është përvoja parë me ekipin e të rriturve për Shtupinën. Po. Dhe më pas në janar u hazua tek Skënderbeu. Në Skënderbeu në kategorinë e parë, në Super League. Super League. Po ishte kategoria e parë që atëherë Superliga. Edhe kam shku neshin e parë kam bë gol me Partizanin. Edhe ishte një diçka që emocion që unë nuk arri me përshkru. Goli i parë, 3 ditë stërvitje në Korç me lujt Super League në një stadium të mirë. Partizani ishte në vend parë, ishte diçka që e maj mend tani jetën. Si u pritën në Korç? Shumë mirë. Kishim trajnera Renato Rapon, Teodor Vason, ishin dy njerëz të mrekullueshëm, njerëz të butë, me kulturë të madhe. Nga ato korçarët e zakonshëm. O, shumë qetë edhe mu personalisht më kanë marrë shumë afër dhe jam falenderues. Megjithatë Skënderbeu në fund të atij sezoni ra nga kategoria. Po, ra nga kategoria, por unë bëna 4-5 gola atje, më shkaj shumë mirë. Jam rikthyer në Shkodër, kam bërë kontratë 3 edhe një herë. Dhe aty besoj që unë jeti lumtur, sepse më në fund u bë kontrata ajo që çfarë dëshironin me vllaznin. Po, ishte një kontratë që më rritën edhe rrogën, sepse kisha firmos 2006, më kisha firmos një kontratë të vogël, siç ishte në atë kohë për tan. Kur jam kthyer më si vitin kanë bërë kontratë 3 ku ishte president Walter Fusha. Dhe ndeshja e parë me vllaznin, si titullar, mbani mend edhe sot? Titullar ndoshta se më mend golin e parë me Partizanin këtu. Edhe këtu sërish Partizani. Partizani po u njit me në vend parë, minutë 87-8 kam bërë golin, kam hi minutë 82-81 në lojë. Ka kanë Fusha shumë e rënuar, shumë ujë, shumë llaç, stadiumi kanë 7-8.000 vetë, ndoshta në atëherë ishte shumë ftohtë, e shi. Por e më mend golin e parë dhe kam hekë edhe fanelin, ka bërtit trajneri se ka marrë karton të verdh. Edhe ka vazhduar ai gol më ka dhënë gjithmonë përpara. Ka qenë vështirë për Shtupinën të luante me vllaznin, me shumë përgjegjësi, me shumë ndjenjë devotshmërie për të dhënë më të mirën për këtë fanel? Shumë e vështirë ka qenë, po ishte edhe qefi i madh me pas stërvitje me ekipin e parë, thash ishin ato lojtarët e mirë, Sinani, Osja, Lici, u bë një ekip Grima, u bë një ekip i mirë, ishte Teli, ishin shumë Sasha Delajn që i më mend që kanë bërë stërvitje me ta.
ka nga një ekip shumë i fortë dhe ishte një kënaqësi e madhe me 18 që jo me lujt me marrë minuta me ekipin e parë. Gradualisht keni provuar edhe përvoja të tjera përveç Vllaznisë. Keni lëvizur nga Shkodra. Flamurtari ka qenë eksperjenca parë pas Vllaznisë? Po. Edhe të them drejtën, ndoshta duhet me shpreh diçka të vërtetën se ndoshta tifozët nuk e dinë. Shumë herë nuk ka kanë dëshira jam me mu largu për Vllaznisë, sidomos te Flamurtari edhe te Kuksi. Kur jam largu thjesht mos marrëveshje me drejtuesat. Kam kërku normale një kontratë, rritje kontratet, por mrena normave, jo me egzageru, kur shifsha që i mërshin lojtarët, mund t'i përmeni edhe me shifra, se nuk është një problem, se unë e kam në futbollit, vishin lojtarë që i mërshin 5-6 mijë në muj, unë i kërkosha 30 ose 35. Jo, i ri, du të me prit, si i ri du të me prit. Unë baj gola, lës formacion, jap maksimumin, lës 3 pozicionin fush, po ishin ndoshta disa drejtuesa, nuk i kuptoj. Koha bashkisë ndoshta ka qenë më e rëna për mua. Dhe shkuat në Vlorë, po atje një det i trazuar. Atje në fakt si transferimi i parë i ri 23 vjeç E kërkuat ju Flamurtari apo ishte Flamurtari që jo, unë i kanë Suedi. I kanë Suedi me një ekip ishte më bën provë, në fakt për mos me kanë realist, ishte më bën provë, shkova atje u bëna provë një kategori të parë. Rome dakord me një shifrë ata kur mbjen telefoni ishte Shpëtim Gjika. Si, ai mirë dhe jam filan, presidenci, i thash jam Suedi, por nuk e di ofertën tane se çam, tha mas ditet marrëm telefon. Ka bërë telefon, ka dhënë një kontratë, i kam thënë ai na dakord kështu që mos nisem kot nisu tha prej biletën, kam shku direkt në Vlorë. Dhe plotësuat ajo çfarë nuk e arrit tek Vllaznia plotësuat në Vlorë. Dy fish në Vlorë. Dy fish në Vlorë edhe neshët e para shumë të mira, shumë po me ecë mirë me Edmond Luta një trajner. Kisha marrëdhënie të mira me të tifozat ndoshin, por ndryshoi situata në janar kur erdhi trajner Çim Muça. Edhe të gjithë mbajnë mend ato polemikat, madje edhe në media. Po, ndoshta jam kanë i vetmi person që fola në media lidhur me trajnerin, por e parë nuk më ndote. Nuk ma ka shpreja, nuk më ndote si lojtar ose nuk më ndote në përshtatje skemën, por thjesht i ka nda disa lojtarë që nuk i du, ka marrë një 5-6 lojtarë të vetë. E këtë se kuptova dhe u merë dhe keqë edhe pa shpjegim, pa stile shpjegimi, që isha të kena pas konflikte pak mrena gazetave, thjesht sportive. Si ju menduat që ju bëhe pa drejt? Besoj që i pas, sepse kam lujt formacion, kam dhënë maksimumin, kam bërë një gol shumë të bukur në kortë, si ata e kishin rivalitet shumë të malë, Skënderbeu me Flamurtarin, u këthy të në qyteti të më përmend mu, të folë për mu, erdhi trajneri, i din ide të veda, gjanat e veda, por ka ike ja histori. Me sa më mendoj keni qytur edhe sekser. Diçka rënë fakt për sepse siç thotë edhe ju, nuk kishte futbollistë që flisnin në këtë mënyrë për trajnerët. Kishin frikë, edhin se mos po më largon, edhe nëse më largon një trajner kurs ndan, duhet më largu vetë, se nëse nuk më kontrin stol. Po është e vërtetë se pru një lojtar ishte menaxher. Çdo ekip që ka shku ka pru lojtar që i ka dashur vetë, lidhur me menaxher. Është interes atij, edhin ndoshta kështu funksionon tash në botën, nuk e di, po nuk është e drejtë që miro dikuj një lojtar që është formacionit, është që të dhanë maksimumin. Në fakt, ndoshta vazhdoi edhe pak karriera e Muçës dhe nuk zgjati shumë, sepse nga sa më mend nuk pati shumë ekipe pastaj në drejtim. Jo, luajti vetëm neshin e parë në Europë, erdhi në janar, u largu në qershor sa kryi turin e parë, u eliminu, pat probleme edhe me Prognin të njëjtën gjë, edhe Progni ishte një lojtar formacionit, lojtar që kishte dhënë maksimumin në Vlorë, i ka shku shumë mirë dhe pat njëjtin problem si me mua dhe u iku, u largu edhe. Trajneri nuk ju donte, por ish presidenti kryebashkiak Gjika, çfarë thoshte? E kam taku disa herë, kam shpjeguar situatën edhe më ka thënë që unë personalisht nuk kam gjë me ty, ideal shumë i mirë dhe i du Shkodran, por është trajner që vendos nuk mundu me mira nesh sepse ato bë ekipin edhe kena bë një projekt duke besu atij edhe kena ndorë një tjetër një ndosë si miq. Një përvojë që nuk shkoi ashtu siç duhet dhe më pas u kthye në Shkodër. Po, jam kthyer në 2013. Ishte koha bashkisë, viti parë i bashkisë. Pikërisht, e gjetët një Vllazni ndryshe. Po, shumë ndryshe. Edhe atat vitet janë 2013 deri në 2018 që ka marrë bashkia, kaq vite më duket më sa më mendon, ka kanë shumë vite të rënda për mua dhe për futbollin shkodran.
Megjithatë, ju keni qenë gjithnjë në formacion, madje edhe kapiten për disa vite, duke qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të kësaj skuadre. Po, duke marrë nga ana personale, nuk është se më ka shku kesh pjesë të futbollit, me gola, me neshje, shehitin e kapitenit disa vite, më ka ecë mirë, deri një vit që u largova përsëri pa dëshirën time. Dhe sërish çështja e kontratës. Po, prapë e njëjta situatë, e njëjta gjë, vishin lojtar kroat, kanë marrë kontrata edhe më të mëdha se në 2011 u banë kontrata edhe me 6 milion lekë në muaj, u banë kontrata shumë mëdha. Kur vinë punat e unë, jo po ti je shkodran, duhet me ne, janë ballë kaq, jenë shpitan, po jam shpiteme, po jap maksimumin. Po bëj sakrificë. Nuk i kam kërku shumë arritje kontrate sa i kam kërku zgjatjen e viteve. I kërkova 2 vjet ose 3 vjet kontratë, që mos rri për çdo vjet, të bëj bisedime atë sa lek si ti çat bëj ku çkaj. Jo tha, i bëjmë 1 vjet. Mos ne fillu me tu ka pak konflikt, jo 2 vjet, jo 1 vjet, jo 3, s'ni gjunin, jam largu. Për në Kuks. Një Kuks që kishte filluar të ishte një nga ekipet më të mira të kampionatit në 2 vite. Shumë ishte ekipet pretendente për kampion shumë vite rresht. Keni kaluar momente të mira te kjo skuadër? Nga ana futbollistike, jo, nuk kam luajtur shumë pak neshje, kam realist, por situata si ishte atje ishte jo e duhuna për mua. Po para se me shku te Kuksi kam pas një ofertë me Teuten, një ofertë shumë të mirë, gati bile unë firmosa, por mas disa ditë kërkunën te Kuksi dhe nga unë që unë kam qenë gjithmonë person që i kam tregu të vërtetën, kam shku kam taku presidentin e Teuts, i thash më ka një ofertë shumë më mirë se këto, atë shkaj, apo ta kam dhënë fjalën ty do firmosi këto. Sa është kontrata, tha burrash, kështu i tha ma kontrata, ik tha. Edhe kena me të miq me presidentin e Teuts qysh në moment sepse unë të kërtrova të vërtetën, Allah im lëmë. Nuk pengoj. Nuk pengoj, ik tha, ik. Duke që eksperiencat jashtë Shkodrës nuk kanë shkuar ashtu siç duhet. Është e vështirë me lujt jashtë Shkodrës, sepse ka ata bryllat, ata gjëna që janë normale në futboll, deri dikun, por duhet me kenë karakter i fortë dhe me kenë shumë punëtor me i përballu. Por unë kam kenë natyrë që nuk i kam dëruar shumë situata që u bëshin shumë zhurmë, shumë bërtitna, shumë ofendime, nuk jam motivuar asnjëherë. Gjatë ky ndoshta është realiteti i disa prej skuadrave të futbollit shqiptar. Në Kuks për kësaj situace nuk kam dhënë as gjysën çka kisha në futboll. Vetëm prej situaci vite presidenti Safetgjici vite bërtite, ofendote, ishte shumë i ashpër, mas 5 minutash vite qeshte, trokte, edhin, po unë nuk e kisha atë motivimin me të bërtitën me shumë zhurmë, shumë presion, shumë. Kam dëgjuar ajo mbledhja së hënës te Kuksi ka qenë si mbledhja e byros politike të dikurshme me kërkesë llogarie me tone të larta ofendime te Kuksi. Seriozisht ishte diçka e bezdizme. Kishim neshin shtunën, dilem pushim të hanën në orën 9:30, ishim te zyrat e klubit. Edhe tan lojtarët, çapo bëhet, çapo kështu, veç të bërtisë asnjë gjë, nuk. Mas 5 minutash tash sa delte mbledhja, u mbledhshim të qesh shtanë edhe herë. Por ishte nuk e di, kishte si natyrë presidenti, ishte shumë korrekt me pagesat, me premje, me gjëra ishte shumë korrekt. Por e kishte atë natyrën e vet, ndoshta kishte adrenalin vetë ashtu. Por ja kam thënë president, unë nuk motivohem ashtu. Ja kam thënë sy gjithëve. Dhe u larguar për Teklaçi. Po. Edhe Teklaçi një situatë jo komode apo aty u ndjedh më mirë? Po, këtu Teklaçi, kur kam shkuar Teklaçi, i kam taku presidentin Pashklaskën në Vedi, i kam thirrë edhe e kam bërë ditën fillim president. Unë jam largu prej Kuksit për këtë çështje. Nëse ti don me lënë me lut futboll, me basi atje nuk mundem me lut. Nëse don me marr në ekip, mos mbërtit. Më fal, më jep këshilla, më kritiko, më hiq mas 2 muaj, 3 muaj, shoqën se jam maksimumin. Seriozisht më tha mua ke kështu, po i thash seriozisht. Okej, tha hajde në ekip, tha s'ka më të thënë kush i gjys fjalë. Edhe mua s'm ka fol kur. Kam bërë gati 2 sezona aty dhe asnjë fjalë se kam pas në president kur. Por në fakt ka ecë edhe mirë nga ana futbollistike. Aty shfaqet vlerat më të mira tek Laçi. Po, e kam ndihmuar shumë skuadrën, kishin nevojë për një lojtar me eksperiencë. Shumë neshje kanë vujt, edhe në atë moment që vushin ata, unë kam qenë i gatshëm gjithmonë edhe është edhe fat, është edhe punë që i kam gjatë shumë herë për situata, me gola, me gjana, me pozicione në fushë dhe prandaj kanë vlerësim ata për mua edhe unë për klubin e Laçit dhe presidentin.
Një rikthim në Shkodër sërish për Shtupinën pas Laçit? Po, kam bërë 2 sezon atje, kena luajtur në Europë, kena kalu turne, kam pas një duel me lojtarin e Manchester City, Erling Haaland, bile të qesh me shok, si dhe me e majtë, që dhe me ma me te, se kisha në krah, por është diçka që të me të kujtim. Ka qenë periudha kur Haaland luante me skuadrën norvegjeze? Në Molde, po. Ishte 18 vjeç, 19 vjeç në atë kohë. Shifshin video analistat, ishte shumë i shpejt, si se dëna me enal edhe për koincidencë për trajnejes i asaj kohe Besnik Prenga, mu më zgjedhi me shku me lujt me Haalandin. Dhe si ishte përballja e Shtupinës me Haalandin? Shumë e fort edhe diçka që u do të me dhanë maksimumin edhe po ishte vështirë. E ka mojtë shumë mirë, ka bërë një gol me penalti dhe një gol maksim. Ka bërë 2 gola. Po ishte 18 vjeç. Po, ishte shumë i fort fizikisht edhe me hap gjatë, i shpejt, i fort, kishte mbrojtjen e topit shumë mirë, e tregon vlerat e tij se kolet. E mendoni atëherë që ky lojtar mund të bëjë një nga sulmuesit më të mirë të Europës dhe të botës, siç është sot? Ndoshta se kisha atë idenë që kam më bëj futbollit, po biten sy qysh atë, biten sy dhe e kishte një trajner si Solskjaer. Edhe derisa kishte marrë në ekip, ato kishin pretendime për me shit shumë shtrejt. Është ky një nga kujtimet më të bukura të karrierës sportive për Shtupinën? Një duel me Haaland? Po, kam edhe një neshje miqësore me kombëtaren, që kam luajtur me Milanin në Tiranë, me yjet e futbollit botnor, me Ronaldinhon, Zambroten, Shevchenkon, Seedorf, ishte trajner Ancelotti, ishte diçka që veç nanër mundesh me pa. Si erdhi ftesa për të grumbulluar në kombëtaren tonë? Ishte sezon i mirë, në fakt me vllaznin këtu ishte sezon i mirë, po fliqin njerëzit që disa talenta kanë dhënë maksimumin, një prej tyre isha unë i vllaznis, organizu një neshje miqësore kombëtare shqiptare me Milanin, por doshin me pa disa element të ri të kampionateve tona, siç ishte Emiliano Villa, Hyka, unë që isha prej vllaznis, dhe u bë një kombëtare mesme me mix. Lujt me një neshje miqësore, kam lujt 10 minuta dhe është diçka që nuk ka harroj kur. Aty ku ishte me kë kundërshtar lutë Shtupinën? Ka qellu me Zambroten 1-2 herë me Ronaldinhon pak, por unë isha i fokusuar të i pa, nuk i kisha mendën të topi fort. Nëse Haaland kishte forcën dhe shpejtësinë, Ronaldinho besoj që të ka magjepsur për teknikën. Shumë, ty do dukte sikur shkon me marr topin, por në momentin që ti shkoshe me marr topin e kishte bë lëvizjen përpara dhe ne në Shqipëni ishim pak mrapa me këta lëvizje, me këta ide të futbollit. U rikthye tek vllaznia sërish. Me të njëjtën dëshirë për të dhënë më të mirën? Po, apo këto largimet që ishin kryer ndoshta edhe pak çembetje. Atë vitin 2017-2018 që jam larguar, ndoshta edhe më ka dalë mirë sepse vllaznia u rrezu për kategoritë dhe se tham vetit faleminderit që nuk u rregulluam me drejtuesa dhe u largova sepse nuk u bë problema ja fotoja zeze vllaznisë që nga kategoria që njerëzit të tifozët nuk e pranojnë. Masaj jam rikthyer në 2019, një vit, Shkodër, kampionati mesëm, duke dhënë maksimum në disa pozicione të ndryshme të fushë që ka qenë pozitive për mua. Kam marruar sezon dhe jam larguar prapë. Dhe e keni mbyllur karrierën tek Egnatia në kategorinë e parë dhe keni kontribuar për ngjitjen në Superligë. Po, kam luajtur një vit në kategorinë e parë dhe një vit në Superligë. Një vit kam qenë drejtues, 3 vjet kam qenë në Rogozhin. Një përvojë pozitive mendoni? Besoj që po, më kanë trajtuar mirë, më kanë marrë afër, më kanë respektuar tan qyteti, tan njerëzit që punoshin aty, presidenti, edhe jam mirënjohës edhe jena miq, kam kontakte prapë me ta dhe besoj që mu më kanë thënë sa që të kesh nevojë për diçka me mira telefonit, kur kam marrë në Shkodër që i thash do më ik në Shkodër. Më thash shkon në Shkodër, po nëse ti dën mu largu dikon tjetër me marr në telefon. Në sezonin e parë tek Egnatia lutet në kategorinë e parë, dhe dolet në Superligë. E mendoni që do të ishte ajo Egnatia që do të dominonte pastaj në futbollin shqiptar? Kishte shenja, kishte premisa që investimi që po bëhej do të jepte frutet e veta? Thëmë drejtën s'kam qenë aq optimist ditët e para në fillim sepse nuk e njihsha presidentin, më ka marrë trajneri Gugash Maganin për projektin, ma kanë shpjegu, por kur e kam pas situatën atje,
ishte diçka ndryshe dhe kanë arritë shumë gjona dhe shumë investimet mëdha. Në Superligë vitin e parë, çfarë Ignatiat ishte? U kriju një ekip qysh fillim u kriju një ekip për me ndajnë Superligë. Po me shumë sakrifice arrit në ndajnë Superligë, kena pështu një javën e fundit, edhe tha presidenti që du me bëj investime sepse nuk mund durej kështu emocione që janë me gadurit, ka hall investimet maja dhe shif ku është Ignatja sot. Aty vendoset pastaj të ndërprisni të jepni fund karrierës sportive? Po, mu ofrej një presidenti një post të rëndësishëm klub, edhe nuk mu isha me refuzu, sepse isha 35 vjeç edhe nuk mu isha mund të vazhdosha me futbolin, por jo në nivele që prej si njerëz, sepse është mosha që të largon. E kam pranu ofertën me shumë kënaqësi dhe besoj që ka dalë për mirë. Shtupina, ju keni qenë pjesë e skuadrës së Ignatias, por në atë fund sezoni, kur po vinte dhe fundin karrierës sportive, në ndeshje me Vllaznin në Lorëburi që u bëlla një ceremoni e vogël por interesante dhe shumë kompletplotë besoj nga drejtuesi i Vllaznis. Po, i kam tregu presidentit që do e mbylli karrierën. Presidenti e dite, po i thash do me mbyll Shkodër sepse i qelloj edhe neshja e fundit këtu. Edhe presidenti tha ban çfarë dush, njoftova edhe drejtuesit e Vllaznis, edhe më kanë dhuru fanela, më kanë respektuar këta dhe bëj një mbyllje e bukur, pavarësisht se kishte shumë pak tifozë atë neshën në Shkodër. Tek Ignatia e filluar si drejtor sportiv në disa muaj, pastaj kaluat tek ekipi U21. Ishte një ndryshim përrejtit për të kaluar nga ky drejtori sportiv tek trajneri? Në fakt u bënën disa ndryshime që i mori vendimit presidenti vetë, nuk ne ishte Tetova trajner, Tetovën e shkarkoi presidenti, ne si ishim dakord me shkarkuish me administratorin, u morën disa vendime të shpejta të pa menduar me mirë. Iku erdhi Duro, u kthy prap Tetova, meti vendi bosh, kalova te Stenishat edhe për me ndihmë disa ekipe të akademisë tjera të Ignatias. Shumë vite karrierë sportive i plotësuar apo ju ka mbetur peng ndoshta fitore ndonjë trofeu? Po, është e vërtetë, ndoshta është pak çudi, por s'kam fituar asnjë titull kampion me Vllaznin. Edhe pse kam qenë shumë afër shumë herë edhe me kupën, edhe me kampionatin, është diçka që të më jep peng në karrierë. Dhe natyrisht që ta mbyllësh karrierën pa një trofe të fituar është edhe një gjysmë dëshire e realizuar, gjysmë ëndër e realizuar. Ma është diçka që e mundesh me kujtu gjithmonë, por në fundit diskutoj edhe me shokë me njerëz, unë ndoshta jam i vetmi person që kur shkoj nëpër stadiumet e Shqipërisë nuk marr asnjë shame. Edhe kjo për mua është një vlerë sepse kam treguar kulturë dhe edukat gjithmonë në fushë. S'kam fitu tituj, për të paktën kam fitu respekt nëpër ekipet kundërshtare gjithmonë e tifozët kundërshtar. Cili ka qenë trajneri që ka lënë më shumë gjurmë në karrierën e Ndeshim Shtupinës? Ai që ndoshta vlerësoni më tepër për mbështetjen, për inkurajimin që ka bërë? Në fakt do të me fillu të fillimi. Kur janë kanë mirë Eliosa dhe ata që më kanë dhënë mundësinë, më kanë folë mirë gjithmonë me të banë aty, të banë kontratën. Por më mandu Cungun kam pas marrëdhënie të veçantë edhe në fushë edhe jashtë fushë, dhe më ka besu çdo gjë në ekip. Shumë pozicione që kishte siklet, kishte dëmtime, më ka marrë në vedi, a mundesh me ma ba, kam besim të ti për shumë situata, për çdo gjë, sepse ishte me siklet disa neshje. Edhe shqyqër Zotit gjithmonë kanë shku neshje të mirë dhe është diçka pozitive për mua. Për më të Armando Cungun, cilat ishin karakteristikat kryesore që veçonin te ky trajner? Unë ana personale, më ka besu çdo gjë. Ka besu çdo gjë, çdo pozicion në fushë, edhe kur trajneri ta njeh një pozicion me bë, çim këtu, çim aty, kem besim të ti edhe ti nihesh mirë, mundosh me dhënë maksimumin, me luftu shumë fushë për një trajner dhe respekti për një tjetër. Roli juaj në fushë ka qenë ai sulmuesi anësor, por në fakt ju kemi parë në disa pozicione, siç thatë për nevojat e skuadrës. Ku jeni ndjer më mirë? Tash unë e kuptoj që me sfëshori majt ka qenë pozicion jem më i mirë dhe më që kam lënë më shumë, që kam qenë më i rrezikshëm. Sepse duke u futur në qendër, po duke gjujt me kamën e djathtë, por edhe duke shfrytzuar edhe se kam pas edhe kamën e majt mirë, se kam pas keq, kam marrë krahun gjithmonë me shpejtësi dhe krahasimet me të majtën s'kan kanë keq asnjëherë. Kujton një ndeshje europiane të Vllaznisë
Kur shënuhet një gol dhe shkutet për përlaset me tabelën e reklamave me pasportit. Ka që i gëzuar ishi se nuk e vu të reja së tabelën? Shumë herë kam qesh me shok edhe më kanë vu, e kanë prejat video në YouTube edhe më hedhin në për grupe ku punojnë kështu. Edhe kam qesh me shokët. Ishte një moment që unë bëna golin edhe kisha njerëz e mi në aty në stadium më sportet, Agja, mami, vëllezin e tonë. Dhe do shkoje rëshiti kam aty dhe u përplasa. Për fat mirë nuk jam dëmtu. Njerëzit kanë menduar që unë jam dëmtu, po jo, nuk jam dëmtu. Kam vazhdu lojën prapë. Çfarë mendon? Çfarë ka menduar shtëpina kur ka shënuar një gol? Është një festë e madhe, është një emocion që s'mundesh me përshkru. Diçka duket veti më i mirë i botës në atë moment, për ata sekonda. Edhe kur ishe tifozda të bërtit, ashtu është diçka që s'mundesh me përshkru. Cili ka qenë tifozi me zjartë i ndryqim shtëpinës? Them drejten, përveç babit që më ka kenë gjithmonë i dashur mas futbollit, në fakt edhe mami më ka një mu shumë, gjithmonë mamin, vllajën, unë jam martu i ri, i ka marrë familje gjithmonë në stadium. Edhe familja jeme është gjithmonë tifozi më i madh për mua. Kanë lënë gjithmonë krah mbështetje për me vazhdim. Ka qenë sakrificë për familjen, për nënën me pas për të mbështetur në gjithë këtë rrugtim tuaj? Shumë herë. Njerëzit ndoshta se kuptojnë por çfarë sakrificë tash me pas një sportist në shtëpi me tesha, me shku mrapa, me i dhënë me hangër, çdo gjë është sakrificë shumë e madhe. Shumë e madhe, duhet me kanë mirënjohje falënderues prindve, me respektu edhe me një gjut gjithmonë, sepse tollzojnë për me vazhdu një jetë mirë, nuk prind janë gjithmonë ata mbështetja më e madhe për fëmijët. Shtëpina, sot shohim se jeni vetë trajner tek Akademia Vllaznia, shohim që shumë prindër i sillen me makina, me forestrat apo me veturat e tjera tek deri tek fusha stërvitjes, por ndërkohë është një histori krejt tjetër ajo e viteve tuaja si futbollist. Tash i bëjnë gabime shumë prind. Bile unë te 14 kam bërë disa mbledhje me prind, jam mundu dhe me shpjegu situatën se si duhet mu sjell me një fëmijë, por prind të shi ndoshta i ka marrë emocioni futboll dhe dëshira dhe nuk kanë logjik hiç për fëmin. Ka hupa e logjika, edukimi, si duhet mu sjell një fëmijë në stërvitje, si duhet më shku, çfarë duhet më ushqy. Vetëm thjesht futen loja, din me lujt e kështu gjana, rasti gjë nuk kuptoj. Me çdo futbollist nuk mund të bësh me zor, pavarësisht se mund të kesh edhe mbështetjen e familjes. Jo, familja ka për detyrë me të eduku, me të ushqy mirë, me të plotësu kushtet as sa kanë mundësi. Pjesën tjetër e ka fëmia në dorë, është talenti, fati, mos janë shumë gjëra në lojë, por duhet të kesh vullnet e dëshirë me pas stërvitje gjithmonë. Pse është bërë shtëpina futbollist? Ka punuar shumë, ka pas talent, apo ka pas edhe ka ardhur momenti i duhur për të qenë aty ku duhet? Te ekipi unë 19 kur kam luajtur kanë qenë disa lojtarë tjerë të mirë, që mund të ishin bërë shumë herë futbollistat e Vllaznia. Mund të përmendesh edhe disa prej këtyre emrave? Ka qenë Marken Slaku, David Dheshi, Ridvan Curri, që ne lëna rrim tash për bashkë, edhe tash në këtë kohë janë shpërndam, pastaj më lëna në verë dikun, pim kafe bashkë. Edhe cilësia që unë kam pas, që unë jam bë futbollist, ka qenë ego janë lojë. Mos me lëshu kundërshtarin asnjë moment, me njeh topin gjithmonë, me arte pozicioni me ik me një mu shok, me vrapim, pa fjalë, pa zhurmë, vetëm puna, vetëm egoja sportive. Pra mendon që 70-80% e asaj pse është bërë shtëpina futbollist vjen prej punës? Po, përgatitja fizike, dëshira me luftu për çdo top, me vrapu pa fund edhe me një gjuhë trajneri në fund. Natyrisht që për të mbritur deri tek rroga e parë e shtëpinës ka dashur shumë sakrificë. Po, në sakrificë të madhe, thash, kam thy kaviljen, më dash me ne 3 muaj në Allçi, kam thy shpatën, më dash me ne 2-3 muaj në Allçi, më dash me rifillu prej fillimit, deri që kam arrit te kontrata parë 200.000 lekë në 2006. Edhe ishte një gëzim i madh për mua, e me marrë një kontratë, një rrogë me fillu punën. Leku i parë që kam qenë në shtëpi. Fest në familjen shtëpinë kur e quat rrogën? Po, normal fest edhe mësën ishte e ideja që duhet me punu, me rrit rrogën, me marrë kontratat mira për mu shit dikon. Por deri tek rroga parë është dashur shumë shpenzim, shumë vujtje besoj. Shumë shpenzim, shumë vujtje, stërvitje, derisa më detyru thash me lënë edhe shkollën për hatë stërvitjes, më shku para dite stërvitje në Livade, mas ditët e fusha lëkurave, shumë situata që ndoshta nga herë në bicikletë, ndoshta nga herë në kam. Por gjithsesi thash mos e babi më ka blerë një makinë, nuk është se më ka lënë gjithmonë me vujt, por
Shumë e vështirë, ka shumë e vështirë. Kur e quhet rrogën e parë tek nëna, besoj që u ndje lumtur që i biri më në fund po realizonte atë ëndrrën e madhe? Po, është gëzuar dhe kishim diskutuar mëse në punën e Anglisë, na doli më mirë që shkuam në Angli, fillu me sporti, po marrim rrogën, do rritëm rrogën, do jetojmë si njerëz tamam. Cili ka qenë presidenti me cilin keni pas raportet më të mira gjatë gjithë karrierës tuaj sportive? Ndoshta këta vitet e fundit nga që kam qenë më i pjekun, më i komunikueshëm, më i butë aty, ndoshta këta vitet e fundit janë ta presidentat me Laçit kam shku mirë, tek Gnatjes pa. Pavarësisht edhe këta vitet e fundit këtu të Vllaznia, kur ka presidenti Alban Xhaferun, s'kam kanë vitin e parë në listë tyne kam ik, por kam krijuar marrëdhënie të mira prapë me ta dhe jam rikthyer në punë me ta. Cila ka qenë skuadra e preferuar e Shtupinës për të shënuar gol? Kam 3 skuadra të veçuara, është Tirana, Partizani dhe Skënderbeu, që i kam golat më shumë në karrierë që i kam shënuar këtyre 3 skuadra. Dhe kur i shënonte kishte më tepër gëzim? Normal me Tiranën e me Partizanin ishte edhe tifozat bëjnë zhurmë më shumë kur i shënon këtyne, edhe këta e kanë më shumë dëshirë kur fiton me këta dyja. Por kam shënuar edhe me Korçën shumë edhe gola kam ndoshta në golat bukur në karrierë. Por thash nuk e di se si duhet me fol për vetë njerëzit që e vlerësojnë edhe karrierën. Mbrojtësi më i vështirë, me cilin Shtupina kishte vështirësi të luante? Kam 3 emra që i majnë me gjithmonë, kam luajtur me Vanxhelin kundra, ishte Komtares, ishte Andi Lila, Ancia Golli, në të 3 mbrojtësat kina pas shumë rivalitet kundra njëri me tjetrin. Po portieri që ishte Macia Zez për Shtupinën që kishte fiksim? Nuk është se kam pas në i gjë me portier në i fiksim ose në i pengesë të madhe, por ma i mend vetëm fjalët e Vanxhelit kur e kisha në krah. Të lutem i krah tjetër, mos më rikton thotë. Kisha një veti që i kam shku gjithmonë, mas shpinat i kam bezdis gjithmonë mbrojtësat me shpejtësi, edhe e kishte siklet këtë diskutime brenda fushet. E kishte shumë siklet, sepse është një diçka që mbrojtësat vujnë. Edhe sot mungon një lojtar që merr thellësinë mas shpinat mbrojtësave. Kur është ndjerë Shtupina me lumturi si futbollist? Normal, vitet e para, kur kam fillu futbolin, që kam bërë gola me Vllaznin, ajo ka kanë lumturia që nuk harrohet kurrë, edhe është diçka që aty fillon se mëson për futbollit, vazhdon e motivohesh më shumë, kur e shef se njerëzit dojnë, por në Shkodër me Vllaznin që kam gola neshe më shumë, normal që Vllaznia është diçka tjetër. Momenti më i vështirë, ai që menduat për të lënë futbollin? Po, e kujtoj edhe sot, kur tenton me marrë një vendim o me lanë, ose me vazhduash diçka që ndoshta është edhe Zoti që çon të një rrugë që është më mirë për ty, edhe kjo është situata më e vështirë që kam përjetuar. Keni vendosur të funi futesh trajnimit, dhe pas rikthimit në Shkodër jeni pranë Akademisë Vllaznia. Çfarë do thotë të punosh për të rritur dhe për të edukuar brezin e ri të futbollistëve në Shkodër? Them drejtën, po hasi një realitet shumë vështirë me trajnimin e fëmijëve. Jo me fëmijët, me situatën e prindve. Nuk arri me kuptu se si disa prind i bin fëmijët stërvitje edhe dojnë me bëhe specialistin, dojnë me bëhe stërvitje, dojnë me bëhe çdo gjë, kur në realitet nuk din asnjë gjë rreth futbollit. Jo vetëm Shkodër, kjo është mentalitet ndoshta në gjithë botën, por e kam has shumë vështirë dhe ti je trajner të fëmijët, do të jesh shumë i dërueshëm, shumë i qetë. Që do thotë që nuk e ke mendin më shumë tek puna me fëmijë se sa ke mendin tek problematika që shoqëron? Duhet me rujt ata balanca, ta din se nganjëherë mëdhimin fëmijët, pse duhet me penalizu fëmija për hatër të prindve, se disa prind nuk arrin me vu logjikën punë që nëse ti ki pru një fëmijë të Akademia Vllaznia, që është akademia më mirë, trajnerët kualifikum, pse duhet me kriju probleme të fëmija, jo lujti pak, jo lujti shumë, është trajneri që është paguhet për atë punë. Çfarë lloj trajneri është Shtupina? I disiplinuar, i rrept, mundohet të jetë i bashkëpunues me fëmijët, me prindrit? Jam pak kërkues mrena fushës edhe ndoshta kam qef me dhënë ata ide që mund ka ndalë për mirë në futboll, ata që unë i kam pas problem, mundohem me i transmetu fëmijëve që mas me i ba. Por unë, sa më thonë edhe njerëzit, jam të ata trajnera që
jam ndoshta i edukuar dhe i qetë me sportista, jo i ashpër dhe i ofendus. E shihni veten gjatë në trajnim? Apo duket që keni filluar të mërziteni shpejt me këto problematikat? Duhet mu mësue, duhet mu mësue se e mendoj që më dash mu largu prap nuk mund të rri pa emocionet e futbollit, nuk mund të rri pa prek fushën, nuk mund të rri pa ditën e neshjes, edhe nuk mundë me u largu për kësaj punë. Si do që qkojnë gjana, du me vazhdu me ata idejt e mija, me atë qëtësin teme, me ata edhe të 19 që jam largu këtë vit, jam largu bashkëpunim bashkë me drejtorin për këtë situatë që ishte një brez që nuk kishte shumë disiplinë edhe diskutime me drejtorin, ishte shumë i butë, ishte shumë i edukum, nuk mundesh me punu me ta. Edhe kam hap krahun vetë. Që do të thotë që trajnerët e butë dhe të edukuar e kanë vështirë? Kanë vështirë me breza ose me ekip që nuk kanë disiplinë, qoftë taktike, qoftë të pa koordinum me ana psikologjike, shumë e vështirë me punu me ta. Unë nuk mundu me dalë për i karakterit tim u ba josh, vetëm për hirë një ekipit, nuk e du. Sot drejtoni ekipin U14. Shikonin tek fëmijët shtëpinë e vogël, që ndoshta vinte me vështirësi në stërvitje, por me shumë pasion? E shihni një njëjtën pasion tek fëmijët sot apo është histori tjetër? Jo, ka fëmijë që vinë me shumë sakrifica, me shumë dëshirë së mojnë stërvitja si ditë. Edhe me këta fëmijë duhet me punu, edhe është gjena me hangër hakun, duhet me inimu, duhet me bërë sakrificë për ta që një ditë mund në bëmë futbolista me i shqitë vllaznia me pas të ardhur në klub, edhe futbolisti me pas një jetë shumë të mirë për futbolin, një karrierë gjatë. Te U14 ka jam unë shoh shumë element që nëse punojnë, kanë dëshirë, kanë atë përqendrimin, mos më mos stërvitje, kanë disa të ardhurën përpara. Ky emision do të jetë në YouTube për shumë vite. Më thuaj një emër të njërit për futbollistëve që besoj pas sot janë 13 vjeçar, 14 vjeçar, pas 6 vite, 7 vitesh do të jetë protagonist në tek vllaznia patën. Unë kam 2 emra, te ekipi jam kam shumë emra, por ndoshta e kam siklet me përmend emrat, por e kam kapitenin Danin, që është U14, është edhe një lojtar të U16, Xheka. Për mu, këto 2 futbollista jam i bindur ose ma që shofën të futbollit janë 100% futbollista që duhet mu ba për vllazninë. Kanë tiparet dhe dëshirën të gjithë dhëntit për të bërë futbollist. Çdo gjë kanë, çdo dhënti, çdo gjë i ka fal Zoti për mu bë futbollist, atesh është dëshirën e tyre me punu. Dhe duket se shtëpina vlerëson ato lojtarët e ekip e repartit sulmues. Po, janë duke qenë se edhe vetë keni qenë lojtar ofensiv. Po, janë lojtarë që mundën më bë këta që kanë karakteristika që mundën me ecë përpara, por kam edhe 2 qendërmbrojtësa të U14 që kanë shumë cilësi të mira. Edhe aty pres shumë të ata 2 që mundën mu ba futbollistat mirë, plus edhe portieri. Portierin i U14 është edhe i kombëtarës, këto mundën me ecë përpara, por duhet dëshirë, marrëdhënia me prinin, stërvitje. E shihni vetën gjatë në trajnim shtëpinë? Edhe pretendoni të kaloni edhe tek ekipet të rriturve apo për momentin jeni fokusuar tek moshat? Në fakt kjo puna trajnimi den kohën e vet, duhet me studiu, me mësu, me ndaj me fëmijë tjerë, me trajnu fëmijët, pastaj me një shkallë punën e trajnimit sepse nuk mundesh me shku direkt shumë lehtë. Është edhe çështje fatit, çështje sistemit në Shqipëri, sepse ka ato gjëra që gjithkush ka shoqënitë e veta. Kujt e dedikon ndërqim shtëpina arritjet në karrierë? Thash, vetëm peng edhe ato që e dedikojnë është babi jem edhe gjoja dytë është familja që më ka ndihmu gjithmonë, jam martuar thash shumë mirë me fëmijë, me nuse gjithmonë në stadium edhe mami. Këto 2 gjëra janë që e dedikoj gjithmonë këtyre. Është një rol i rëndësishëm edhe mbështetja e familjes për një futbollist, por edhe për trajner? Shumë është e rëndësishme se duhet me trajtu mirë edhe në shtëpi, nëse unë vi i mërzitur prej neshjeve, prej gjënave të sportit. E marrë dhe në shtëpi me pas strese familjare, ose mos marrëveshje është shumë problem. Por shëqyrë Zotit, unë në shtëpi nuk kam kësi probleme, është asnjëherë. Jam gjithmonë pozitiv me ta dhe nuk përzien asnjëherë. Mund të kemi një shtëpi tjetër në të ardhmen me futbollin? Duke përmend punën e prejnë me pak, e kam siklet me fol për djalin tim. Ka disa gjëra të mira, po ka disa defekte që nëse arrin me i korrigju shumë shpejt, i ka ata mundësit mu zhvillu. Por nuk mundu me thënë asnjë gjë se
është djali im edhe nuk du me ndiku te ai ose te njerëzit. Ashtë akademia të vazhdojnë stërvitjen, por vetëm këshilla që edukatën, sjellën fush me trajnerë dhe me shokë, e mësoj për ditë. Nëse këta nuk i bën, unë do e heku për stërvitjes. Keni bërë shumë miq në futboll? Po, gjithkund tanë Shqipnin kam shokë e miq që më respektojnë e flas kudo me ta. Edhe kjo është aja, s'kam fitu titull, thash në fush, por jashtë fushet i kam respekt për tonë dhe më respektojnë, gjë që për mua është pozitive. Armiq, nuk po them armiq, po kundërshtar, keni bërë? Apo po bëni tani si trajner? Ka. Ndoshta detyrojnë edhe puna me i bë disa që nuk janë dakord me punën e me idetë mia, por unë jam natyrë që nuk merrem me ta, nuk më interesojnë. Nuk më ndan, por nuk reagoj, nuk detyroj mund ty me ndoshti me zër, se gjithkush ka ata jetesën e vet, punën e vet. Është bërë i pasur mbrana kushte normale të futbollit, ndërçim shtupina përmes kësaj loje? Kam fitu, kam marrë lek shumë, por me kënë realist edhe kam shpenzu shumë, adin si të rritë, pushimet, strejta, makinë, strejta e gjona, po duhet me kontrol. Thjesht, ajo që kam gërë një familje, një gjahë thjesht për mu jetes pa probleme, pa i pas një mënkuj. Ju mbetet penjë ndonjë transfer jashtë Shqipërisë, ku mund të kishit bërë ndoshta edhe më shumë karrierë, më shumë para? Kam pas dy mundësi, njëna më rrinë pengë për ta një jetën karrierë në Azerbajxhan, ku më kishte ardhur kontrata me email, më kishte pru ofertë zyrtare për disa lek që me firmos të në Shqipni pa ik atje. Gabimi e ishte që kërkova shumë lek, edhe ata refuzunën edhe nuk erdhi më i bashkëpunim edhe u mysh çdo gjë. Ai është gabimi më i madh që kam bërë. Për cilën skuadër bëhet fjalë? Në Azerbajxhan. Nuk e maj mend skuadrën, se kam harru, po në Azerbajxhan. Ishte edhe një lojtar shqiptar që lutë aty, ishte një Leandro Pema, e mojmen që ka kënë aty, merë dhe ofertë zyrtare, me firmos në Shkodër vetë, me ikë direkt në ekip atje, bana gabim, si të shekojtesh gabim shumë i rëndë për mu, kam pas edhe një bisedim për në Sherif Tiraspol, por kjo ka kënë çështje kontratet me presidentin Walter Fusha, kërkoshin shumë lek për karton atë kohë, edhe nuk u rrugullunen për letra. Gjithsesi, nuk u realizuar ëndra, por ke një ëndër tjetër realizuar, sepse keni luajtur një ndeshje miqësore me kombëtarën shqiptare. Po, çka është edhe karriera me suksesin më madh për një sportist, besoj te aktivizimi kombëtar. Dhe për më tepër për një ndeshje me Milanin. Po, është diçka që nuk harrohet, është pozitive dhe mohet mend për ta jetën. Dikush e ndron, është me i pa në televizor, kurse unë kam luajtur në fushë me ta. Është pozitive për mua, por çdo gjë është harru, njerëzit nuk i interesojnë. Gjithkush ka ata mendimet e veta. Vllaznia, një emër i madh për ndërçim shtëpinën? Po, vllaznia, shumë herë janë jam gjiku edhe kur jam largu që jo nuk e dën vllaznin, jo iko, thash disa herë nuk jam largu me dëshirën time, por vllaznia është edhe do të metet dashnia jam e parë, sepse me ato ngjyrë jam dashuruar qysh fillim, ku që blu edhe nuk mundem me harru. Sido që shkojnë gjonat, te vllaznia është ajo që jam formu si fëmijë, si lojtar, kam dhënë maksimumin edhe s'kam si harroj këtë klub. Futbolli shqiptar me problematika të mëdha të vitet e fundit? Duke filluar nga moshat deri tek kampionati i Superligës. Hasi shumë vështirësi me arbitrimet nëpër mosha. Gjë që kam tentuar edhe me kërku një bisedim ose një takim me atë federatës, por nuk është e pamujtën. I bëjnë shumë hile fëmijëve jashtë, bëjnë shumë hile me arbitrime jashtë, edhe nuk është kampionati shumë i drejtë. Kurse Superliga është kampionati mirë, por ka ata problematikat e veta, por besoj që është pastru kampionati me gradualisht vit mas vitit me shumë gjëra të që kanë pas futboll. Pavarësisht se flitet tash për gjëra që jo matematika kjo, po janë gjëra që nollin, po këto të na nollin edhe marrin vesh tan. Vllaznia duket shumë pranë titullit kampion këtë sezon. Janë edhe 3 sfida deri në fund. Ka momenti, kemi thënë çdo vit, por se vjet shën ndonjë ndryshim dhe është Vllaznia më afër titullit kampion apo duhet pritur? Po, ka disa vite që na shkojmë deri në fund me fitu kampionatin, s'po e marrim, por çdo vit po thojmë këtë vit. Po në fakt ky vit është ekipi më i mirë. Me kanë realist, këtë vit është ekipi më i mirë i Vllaznisë, por e kanë dëmtuar edhe mungesat që ka rrallë pak loja për mendimin tim.
edhe duhet me pas kujdes me menaxhimin e përgatitjes fizike, që t'jena sa më të freskët në Final Four. Por besoj që është momenti i duhur dhe shpresoj që ta fitojmë sepse u bënë shumë vite dhe duhet me festu ky qytet. Shtëpina, faleminderit që ishe për gati 1 orë në këtë bisedë. Shpresoj që të kemi sjell disa nga momentet kryesore të karrierës, sepse janë shumë vite sport dhe patyshim që ka dhe ndoshta shumë orë ndoshta për diskutuar, por kemi sjell momentet kryesore dhe etapat kryesore, sukseset, por edhe vështirësitë që keni kaluar në karrierën tuaj sportive. Faleminderit se është diçka që kisha qefë me shpreh, por ndoshta kam harruar shumë gjëra që kujtojnë për momentin, por kjo ishte ajo më kryesore. Faleminderit. Të nderuar shikues, kaq për këtë emision, ishim me ish futbollistin e Vllaznisë, por disa skuadra të tjera të kampionatit shqiptar ndriçim Shtëpina. Do takojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Natën e mirë.